14 muaj pas krijimit, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për të luftuar dezinformimin dhe ndërhyrjet e huaja në demokracinë e vendit e ka një produkt final, strategjinë kombëtare 2025-2030. Kryetari i Komisionit Erion Braçi i bëri një përmbledhje shtyllave kryesore të strategjisë, e cila do të shkojë për votim parlamentit. Strategjia kombëtare është dokumenti i parë gjithëpërfshirës në Shqipëri që adreson drejt fenomenet e manipulimit të informacionit në funksion ndërhyrjeve të huaja keqdarse. Ajo synon të përcaktojë një platformë të unifikuar veprimi ku përfshihen objektivat, prioritetet dhe masat kryesore për mbrojtjen e shtetit, shoqërisë dhe qytetarëve nga ndërhyrjet e huaja keqdarse, përfshirë dezinformimin. Sipas Erion Braçes, kjo strategji lidhet ngushtësisht me sigurinë kombëtare. Objektivi i parë, ngritja dhe konsolidimi i kapaciteteve institucionale për të parandaluar, zbuluar dhe analizuar ndërhyrjet e huaja në fushatat zgjedhore, përforcimi i mbrojtjes ligjore dhe mekanizmave të monitorimit për proceset zgjedhore, rritja e transparencës dhe krijimi i mekanizmave për mbikëqyrjen e financimeve politike. Objektivi i dytë, mbrojtja e sigurisë kombëtare nga ndërhyrjet e huaja keqdarse. Objektivi i tretë, mbrojtja e ekonomisë kombëtare dhe sektorëve të tjerë kritik, përforcimi i kuadrit ligjor dhe praktikës për mbrojtjen nga ndërhyrjet e huaja në investime strategjike dhe infrastrukturën kritike. Objektivi i katërt, mbrojtja dhe forcimi i lirisë së shprehjes, lirisë medias, si dhe rritja e ndërgjegjësimit dhe angazhimit publik kundër dezinformimit. Strategjia është një produkt i kontributit të ekspertëve të shoqërisë civile dhe me mbështetjen teknike të OSBE-s dhe Bashkimin Evropian.